Por deri tani besoj se gjithë jemi në mendje që Berisha këtë çështje po e trajton vetëm politikisht. Ai absolutisht nuk po merret me thelbin e dosjes dhe me përgjegjësitë e tij. Kjo u kuptua që në seancën përgatitore, në të cilën ai nuk kërkoi gjykim të shkurtuar. Sepse po të kërkoj gjykim të shkurtuar, automatikisht ti pranon një pjesë të fajësisë. Për sa kohë ai nuk kërkoi, sepse vetëm seanca ajo është ku ti kërkon gjykim të shkurtuar, tregon që Berisha do e trajtoj politikisht të çështje nga fillimi në fund, siç ka bërë gjithmonë. Sa herë ka pasur. A e trajton dot në këtë kushte? Patjetër që do e trajtoj. Unë jam e bindur që do shikojmë një telenovel të gjatë me zvarritje, me akuza, me protesta përpara SPAK-ut. Këtë gjë që ka bërë, që bën normalisht. Kam përshtypjen që kur futesh te ajo salla, protesta s'ka shumë vlerë. Berisha nuk ka më shkrupuj, nuk ka asgjë çfarë të humbas. Ai çdo gjë aty, më fal se po them në gjuhë popullore, ka plasur cipa. I ka plasur cipa dhe me zgjedhjet, doli blof me rihapin e kutive, edhe me provat, sepse dosja tani e SPAK-ut është në sy të gjithëve, kjo dosja e famshme e klubit Partizani.